2024, edhe ne I themi Marta Kosit që nuk ka integrim me Edi Ramën. Këto ligje nuk është e ka ndodhur një ditë dhe janë miratuar në mënyrë të pavetishme. Kjo ka qenë mënyra se si kjo qeveri ka zaptuar çdo hapësirë private e publike për 13 vite. Përmes këtyre ligjeve na e kam pamundsuar ne jetesën në Shqipëri e prandaj në 13 vjet e fundit 1 milion shqiptar janë larguar. Një nga një do bien ligjet e I fundit do të bjerë Edi Rama me gjithë sistemi që ka ngritur. Edhe diçka dua të them. Sot janë bërë 45 ditë se prej se kemi nisur protestën. Praktikisht 1 muaj e gjys. Kemi edhe 45 ditë tjera, ose pak a shumë, 1 muaj e gjys, deri sa t'jemi në shtator. Ne do t'jemi këtu, sa t'jetë nevojshme për të shporur këtë qeveri dhe këtë bandë kriminale. Shqiptarët nuk do t'a pranojnë dhe nuk mund t'a pranojnë më që të përfaqësohen nga Sara Mine dhe Steqineja me shoqe. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Edhe diçka të fundit dhe mbylla për sot. Unë nuk e di kush do fitoj sonte, Franca apo Spanja, ama e di se betejën me Edi Ramën do ta fitoj populli. Na ju lutem edhe sonte, marshoni qetë në për qytet, lindi flerat dhe mos harroni se prej nesh këtyre do ju vi fundi. Ju erdhi fundi!